Gjatë një momenti Selini është drejtuar Juelës duke i thënë se ndoshta tani nuk ka as respektin e familjes, jo më të banorëve të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP 5. Ti nuk e ke respektin rrezikas nga familja jote, me këtë qasje që ke pranuar të bësh për vajzën ordinere që ke përfaqësuar këtu brenda, i thot Selin. Ndërkohë, lidhur me këtë ka reaguar familja e Juelës. Ata kanë publikuar videon e këtij momenti në Instagramin e banores dhe bashkangjitur në të shkruajnë se Juelës i ka qëndruar gjithmonë familja pranë në të mirë e në të keq. E dashur Selin, Juela ka një familje që gjithmonë i ka qëndruar pranë në të mirë e në të keq, një familje punëtore dhe shumë të respektuar kudo. Është mirë që frustrimet personale mos t'i ngarkosh tjetrit. Ndihemi keq për ty që se ke kuptuar që familja është gjithmonë familje dhe një familje e shëndosh. Respektin dhe dashurinë e ka të ngjizur në zemër, nuk e pretendon, nuk e kërkon. Me respekt, familja Nikolli, shkruajnë familjarët e banores së shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.